Vazhdojmë transmetimin tonë të drejt për drejt pas hapësirës publicitare. Jemi kthyer me të ftuarin në fundit për ditën e sotme dhe me të gjithmonë trajtojmë tema në fakt të çuditshme, gjërat pa dëgjuara më parë, që vinë në një formë që duket që është tronditës herë pas here. Ne sot do flasim për diçka shumë interesante që është dhe shumë kurioze në të njëjtën kohë. Për grupin e gjakut dhe për një grup gjaku që përfundon botën. Se çfarë është, do na sqarojë më shumë Jofiel Koça, astrolog mistik. Mirë se erdhe. Që është ky grup gjaku? Atëherë le ta fillojmë një çik nga fillimi. Ku është gjeneza e njeriut? Është vërtetuar që në univers ekzistojnë 2 miliard specie inteligjente. Dhe një nga këto 2 miliard speciet jemi ne që quhemi humanoidët. Shumë interpretues fetar janë munduar ta interpretojnë një shkrim shumer të lashtë, që sot njihet me emrin Bibla, të marrë nga hebrejt, sikur në tokë, në planetin tokë janë krijuar në fillim Adami, Eva, pastaj lindë fëmijët e tyre Kain, Abel e gjitha. Mi nuk bëhet fjalë për njerëz, bëhet fjalë për konstelacione. Pra, në gjenezën e Biblës tregon historinë se si janë krijuar, është një mitologji shumere, si janë krijuar yjet dhe konstelacionet. Dhe i kanë emëruar me Adam, me Evë, me dragoj, me gjarpri, i cili mashtron Evën dhe jo Adamin, sepse në qoftë se dikush, për shembull një predikues fetar, do të njihte hartën e qiellit, do ta kuptonte që ky Adam, kjo grua dhe ky gjarpër janë konstelacione që ndodhen pranë njëri tjetrit. Dhe këtu në formë mitologjike ne na kanë shpjeguar se si kanë rrjedhur ngjarjet në formimin mbas Big Bangut, kur ato janë formuar. Kjo gjë, në qoftë se do t'i sqaronim këta njerëzit fetar ose jo fetar që Adami, Eva dhe Bibla nuk bëhet fjalë për krijimin e jetës në tokë, por bëhet fjalë për krijimin e universit, është gjeneza e universit, pra është një lloj ecurie kohë pas kohe se si kanë ardhur në jetë konstelacione dhe janë munduar të interpretojnë siç kanë bërë grekët e lashtë. Për shembull ka një analogji ndërmjet kopshtit parajsës së Herës, gruas së Zeusit, i cili kishte mollet e Hesperideve dhe që ruheshin nga një dragua me 100 sy. Pra, përsëri na del kjo mitologjia hebree, që dragoi, aty ndodhet rreth pemës së mollës që ka gnosin ose pemës së dijes. Kështu që kjo krijon një vakum shumë të madh. Kush na ka krijuar neve? Si kemi ardhur neve këtu në tokë? Dhe çfarë rregulli i brendshëm ekziston dhe kush po e drejton këtë botë? Atëherë të gjitha kronikat që kanë të bëjnë me civilizime dhe me ecurinë e njeriu në tokë, ne nuk e kemi marrë nga feja, e kemi marrë nga 3 shkencat, të cilat janë ngurshëtuar shumë bukur: biologjia, paleontologjia dhe gjeologjia. Këto na ka dhënë disa dhëna mbi evolucionin e majmunit në gradë të ndryshme, duke kaluar nga një majmun me 4 këmbë në Homo erectus, me një periudhë shtrije prej 2 milionë ca vjetësh. Atëherë çfarë ka ndodhur me njeriu? Pse pa pritur u shfaq një qenie mjaft inteligjente që u quajt njeriu neandertalit? Grupi i gjakut i njeriu neandertalit ishte shumë i çuditshëm, sepse nuk kishte të bëjë me një grup gjaku që quhet A dhe B. Ekzistojnë sot tek njerëzit 4 grupe gjaku: 0, A, B dhe AB. Tashti, të gjithë individet që kanë grup gjaku A dhe B janë pjesë e evolucionit nga majmuni njeri, sepse ky antigen që quhet A, pse quhet grupi gjakut A? Sepse brenda gjakut ka një antigen i cili gjendet tek shimpanzet. Marrim ata që janë grup gjaku B. Ky është një lloj antigeni që gjendet tek gorilla. Pra të gjithë individet që kanë grup gjaku A dhe B, pavarësisht negativ apo pozitiv, janë pjesë e evolucionit miliona vjeçar të jetës në tokë. Kurse personat që bëjnë numrin më të madh të individëve në botë, që është rreth 46%, janë të grupit gjakut 0, nuk kanë antigenin që gjendet tek majmuni siç kanë A dhe B. Nga kanë ardhur? Nga evolucion kanë ardhur. Kjo shpjegohet. Grupi i gjakut më i shpeshtë në botë. Se quhet 0, sepse s'ka antigen që vjen nga majmuni. Dhe ky është gjaku që është më i përhapur sot, sepse ky gjak ka arritur të mbijetojë civilizimit. Ndryshe nga gjaku A, i cili është më i ekspozuar. Mbijetojë, çfarë kuptojmë me mbijetim? Po, me mbijetim për shkak të ndotjes së ambetit, industrisë. Po, më të fortë. Më rezistent. Po, më rezistent ka dalë qoftë dhe në periudhën e mesjetës, kur është shfaqur malaria dhe janë shfaqur sëmundje të tjera, grupi i gjakut 0 i ka rezistuar më shumë këtyre sëmundjeve. Më i rrezikuar në kohërat moderne është grupi A pozitiv,
sepse duke qenë një grup gjaku nordik, pra pjesa më e madhe ku gjendet e përqendruar, grupi A pozitiv ose negativ është në zonën e nordike. Këta sot në ndotjen e ambientit e më të rrezikuar nga sëmundjet kancerogjene, më të rrezikuarit se xerot, që kanë nivelin më të ulët, dhe më të rrezikuarit se B-t. Tashi unë nuk dua të zjatem thjesht te grupet e gjakut, por dua të shpjegoj që a ka një rregull në botë, një rregull i cili po na drejton në bazë të grupit gjakut, jo thjesht të linjave mbretërore, ekziston. Po të studiojmë, ja unë do të bëj këtë analizë, po të studiojmë se kush na drejton, që nga bankier, që nga avokatër, që nga Hollywoodi, artistët e Hollywoodit, që nga yjet e muzikës, të gjithë janë persona me grup gjaku rhezus negativ. Rhezus negativ. Unë do të marrë disa emra. Marrim George Washingtonin, sepse e gjithë linja e presidentëve të Amerikës vin nga linjë mbretërore. Nuk ka zgjedhje të rastësishme. Demokracia është thjesht një fars për të joshur popullin, ama presidentët zgjedhin në bazë të linjës mbretërore dhe të grupeve të gjakut. Nuk ka asnjë president amerikan nga 44 që të ketë rhezus pozitiv në gjakun e tij. Ta nisim me George Washingtonin. Është 0 negativ. Do të marr disa emra. Marrim Eisenhower, president Eisenhower, 0 negativ. Marrim Kennedy, AB negativ. Marrim familjen Bush, A negativ. Marrim Barack Obama dhe konkurrentin e tij Mitt Romney, AB negativ. Asnjëri prej tyre nuk është me rhezus pozitiv. Përse? Po tani çfarë përcakton rhezusi këtu? Këtë do të shpjegojmë, se çfarë përcakton rhezusi. Të gjithë studiuesit e paleontologjisë kanë vënë re që Homo sapiensi është faqur 50.000 vjet përpara pa evolucion, në mënyrë të papritur, si një gjë që mbillet në tokë dhe që del. Dhe ka lindur shumë ide se nga erdhi Homo sapiensi pa evolucion, po i ardhur. Zotrit tanë që na kanë krijuar, që kanë bërë inxhinierin genetike, si mas Zakarias Zitkinit, njeriu është krijuar në formën e një sklavi për të punuar në minierat e Marsit. Dhe jeta e parë e njeriut humanoid është krijuar në Mars. Mbas shkatrimit të një planeti midis Jupiterit dhe Marsit, nga një përplasje, Marsi është larguar më shumë nga dielli, duke bërë të shkatrohet atmosfera e tij dhe të humbin cilësitë e jetës. Atëherë, kjo racë humanoidi që është krijuar në Mars dhe ku neve në atë pjesë të Marsit NASA na ka zbuluar që ekziston një fytyrë njeriu e madhe, gjigande, në zonën e Marsit që quhet Sedonia, aty bëheshin eksperimentet genetike për të krijuar këtë racën që ne quhemi humanoid. Nga atje jemi spostuar në tokë, sepse toka kishte krijuar kushte të favorshme për jetën biologjike. Dhe ne, duke këtë shpjegon që gjaku ynë, ky lëngu vital, ka ngjyrë të kuqe. Pse nuk ka ngjyrë të gjelbër? Pse nuk ka ngjyrë të verdh, po ka ngjyrë të kuqe? Sepse ka një përbërje shumë të lartë të oksidit të hekurit, element që gjendet me bollëk në Mars. Në qoftë se një astrolog ose një astronom ose një njerëz shikon një pikë të kuqe, Marsi ka ngjyrë të kuqe. Përbërja jonë dhe ngjyra jonë dhe elementet e gjakut na tregojnë që ne jemi origjina nga Marsi dhe të ardhur këtu mbasi është bërë e favorshme. Kjo është pika e parë enigm të cilës jemi. E dyta, duke parë ata njerëzit që kanë inxhinieruar njeriu, që rhezusi pozitiv do të thotë ku në përbërjen tonë të gjakut ekziston një antigjen D, i cili gjendet dhe në majmuni. Dhe ata çka kanë bërë? Po. Kanë hequr antigjenin D dhe kanë krijuar atë që quhet rhezus negativ. Do me thënë, gjithë personat që janë A negativ, 0 negativ, B negativ apo AB negativ, u është hequr antigjeni që vjen nga majmuni. Dhe ata persona kanë nivel inteligjencë më të lartë, që quhen elita jonë, në krahasim me 85% të botës, pjesës tjetër botës, sepse janë vetëm 15% me rhezus negativ në botë. 15%. Kjo është elita që sot drejton Hollywoodin, drejton bankat, drejton politikën, gjithë. Le të marrim këngëtar të famshëm. 2, nuk do të zjatem. Do me thënë, ne nuk ka nevojë të zbulojmë talentet, mjafton dim grupin e gjakut dhe dim se do jemi të talentuar apo jo. Elita ka një plan, një master plan, ku në qoftë se ti je një rhezus pozitiv dhe të shfaq talentet, të këput në famë me njerë dhe u jep prioritet të gjithë individëve me rhezus negativ. John Lennon, 0 negativ. Mick Jagger, i këngëtari famshëm i grupit të Rolling Stone, AB negativ. Marrim Marilyn Monroe, aktore shumë e famshme, AB negativ. Marrim Johnny Depp,
Ose Pse mos t'i quajmë koincidenca të gjitha këto? Nuk bëhet Në kuptimin që mund të gjejmë dhe shumë njerëz të ngjashëm, pse jo dhe të njëjtit profesion, që kanë të njëjtin grup gjaku. Edhe çfarë? Nëse arrim të studiojmë kaq detaje dhe kaq shumë njerëz në të njëjtën kohë, kam përshtypjen që do i gjejmë disa karakteristika që 10 njerëz i kanë bashkë. Po ku qëndron çështja e njeriut me rrezus negativ? Sepse si shfola për Neandertalin, që është një njeri me grup gjaku 0, në jug të Francës është zbuluar një individ akoma më superior për nga inteligjenca. Dhe ky është njeriu i Cro-Magnonit. Nga njeriu i Cro-Magnonit, nga ky lloj prototipi i këtij njeriu vjen ajo pjesë e elitës dhe për herë të parë njeriu i Cro-Magnonit është krijuar, njeriu i përsosur është krijuar femër. Dhe kjo do ta përmbyste të gjithë kulturën fetare. Çfarë konsiderohet njeriu i përsosur? Njeriu i përsosur konsiderohet një vajzë i cila që i ngjan personit njeriu të Cro-Magnonit, është një femër që ka flokë të kuqe dhe sy jeshile, ky është njeriu i përsosur më prototip që është krijuar më vonë elita e botës, për nga linja e gjakut. Sepse ky është njeriu i Cro-Magnonit. Dhe në qoftë se do të marrim disa detaje të pikturave antike në lidhje me dashurinë midis Krishtit dhe Marie Magdalenës, Maria Magdalena ka qenë një grua me flokë të kuqe dhe me sy jeshile, që është tipike e ebrejt dhe kaçurela. Dhe nga kjo pasardhje do vinte më vonë mbretëria anglisë, gjermanisë dhe mbretëria merovingjanëve. Sot kudo të shikoni politikanë të famshëm, unë përmenda vetëm emrat e disa politikanëve amerikanë apo të tjerëve, do të gjeni që ata nuk kanë atë rrezus i cili i tregon që ata rrjedhin nga majmuni. Ata nuk rrjedhin nga majmuni. Janë krijuar si një specie aliene dhe që sot drejton ky 15% në administratën e botës, në pikën e administratës, nuk merren me punë fizike, nuk merren me punë të rëndona, por që drejtojnë botën kjo. Ky 15% me rrezus negativ. Po mirë, është folur më parë për këtë lloj Shiko, unë në 2004 unë japi çik tema të avancuara për kohë. Në 2004 unë kam folur me disa gazetarë në televizion të madh dhe i kam thënë do të bëj një emision për UFO. Ishin shumë skeptik. Sot, mas 10 vjetësh, të flasësh për UFO, çdo njeri është i familiarizuar me temat mbi UFO-t ose me disjet fluturuese. Në 2006 unë kam folur mbi idenë se si bota drejtohet nga vllazëri masone. Dikush që më ka dëgjuar duke folur nuk i ka kushtuar shumë rëndësi se nuk e kishte hasur ndonjëherë termin masoneri. Sot masoneria është diçka që flitet shumë nëpër televizione dhe njerëzit janë të informuar. Unë për herë të parë sot po hedh idenë e rrezuset negativ, domethënë këtij gjaku special që ka disa veti që quhet gjaku blu, sepse nuk ka antigjenin D dhe i jep një ngjyrë blu gjakut. Dhe këta individ kanë një përqendrim të madh jo të oksidit të hekurit, por të oksidit të bakrit, që është gjaku mbretëror, sepse oksidi i bakrit ka një veti bakri kur oksidohet jep një ngjyrë gulkari blu. Dhe gjaku i tyre, kur bëhen analizat e gjakut dhe kur bëhen testimet, është shumë më i herët se sa gjaku i personit që është me rrezus pozitiv, që është i kuq. Këta anojnë nga gjaku blu, prandaj quhet dhe gjak mbretëror. Me hutove fare. Unë kam dhe shumë argumenta tjera për folur, do të flasim që një pjesë e elita e elitës, nuk janë njerëzor, janë alien, janë shape shifting. Jo, gete për të kjo tani. Është e parakoshme. Në qoftë se do të mos ta sqaroj këtë gjë, nuk e sqaroj. Qoftë se do duket e parakoshme, ose shumë e mbingarkuar. Unë nuk po i shmangem kësaj. Çfarë zbulon ti duke ditur grupin tënd gjakut? Si çfarë zbulon? Çfarë zbulon për veten, për aftësitë që ti ke, për të ardhmen tënde, ose unë me grupin tim? Grupi i gjakut në radhë parë shërben në jetën e përditshme për të mbajtur një dietë shumë të mirë. Po. Për shembull, në qoftë se bëhet fjalë për individët që kanë grupin gjaku 0, ata kanë nevojë për shumë proteina. Domethënë janë individ që kanë nevojë për përdorimin e mishit dhe të ushqime bazë vezës ose drithrave, të cilët kanë një koncentrim shumë të lartë proteinave, sepse trupi i tyre kërkon konsum proteinash. Në qoftë se do flasim për grupin A, ata janë individ të cilët kanë më tepër bazë ushqim vegetal. Domethënë çfarë kërkojnë në bazë grupeve të gjakut, del dhe niveli i imunitetit të trupit, del dhe dieta që ata duhet përdorin. Për këtë arsye, njeriu neandertalit, që ishte konsumator shumë i madh i mishit, nuk ishte në bazë të krijuesve tanë, nuk ishte qenia më inteligjente. Prandaj u krijuan dhe sot rrezuset negative për drejtuar botën. Çfarë do të thotë kur shikojmë neve që një mbretëresha e Anglisë ose mbretëresha e mbretërive të tjera del mbi një tapet të kuq? E dini domethënien e kësaj gjëje? Çfarë do të thotë? E drejta mbi linjën e gjakut.
që e drejta mbretërore mbi linjën tapeti i kuq që sot banalizohet duke pritur delegacione tjera që nuk duhet përdorur, përdoreshe vetëm në delegacione mbretërore. Ecja mbi tapetën e kuq është që ky person vjen nga gjak mbretëror dhe është linja e gjakut që e bën atë të jetë mbret. Po mirë, a i ke studuar në një herë këtu udhëheqësit, politikanët brenda Shqipërisë për të kuptuar se cilit grup gjaku i përkasin dhe a janë të denjë ata? Në Shqipëri nuk ka një rregull siç ka në botë, në lidhje me këtë pakicë njerëzish, me nivel shumë të lartë inteligjencë, me aftësi të asaj pjesës së trurit që ne, domethënë në misticizëm këta individ quhen reptilian, sepse temperatura e tyre e gjakut janë me gjak të ftohtë, më thojsa. Temperatura e tyre e gjakut nuk është 36.5, po zakonisht rrin në 36. Të gjithë rrezultat negativ kanë temperaturë 35.5 deri në 36 gradë. Prandaj, në mënyrë figurative quhen reptilian, një individ me gjak ftohtë. Po këta individ kanë disa dhunti inteligjente dhe sensor që gjenden vetëm në reptilianët. Shumë inteligjent, analitik, kërkojnë rregull dhe disiplinë dhe ja atribojmë këtë rregull që ka sot bota dhe nuk zhytet në kaos, ja u atribojmë reptilianëve, sepse janë maniak të rregullit dhe ndërtimit të institucioneve. Çfarë grupi gjaku je? Nuk e di, duhet ta provoj. Vërtet e ke? Sinqerisht. Po prandaj thash edhe unë ta nisësh nga vetja. Mirë, sa na përcakton ti përmendë pjesën e inteligjencës, sa na përcakton karakterin grupi i gjakut? Në Japoni, Japonia është vendi i parë në botë që nuk ka asnjë lidhje dashurore në qoftë se nuk ke të njëjtin grup gjaku me individin, me personin, me partnerin. Të njëjtin grup gjaku? Patjetër. Ka një diferencë të madhe. Nuk shkon. Urdhro? Nga ana shëndetësore se nuk shkon për nuk bëhet fjalë për nuk bëhet fjalë për brenda familjes, nuk bëhet brenda farefisit. Ajo krijon shumë probleme. Por në qoftë se ajo që kam parë dhe unë dhe në jetën time dhe në studimet e mia, kam parë që ka një përputhje tmerrsisht të madhe në lidhje dashurore ndërmjet grupeve të gjakut. Në qoftë se bëhet fjalë për grup gjaku të njëjtë, ka një atraksion tepër të madh dhe pothuajse një psikologji të njëjtë midis individëve. Grupe gjaku të ndryshme krijon divergjenca shumë të mëdha dhe mosmarrveshje midis individëve. Japonia është vendi i parë në botë që një femër japoneze nuk bën asnjë lidhje dashurie nëse nuk ka partneri të njëjtin grup gjaku si ato. Është vendi i parë në botë që i kushton më rëndësi në lidhje dashurore grupit gjakut. Gjëja tjetër është interesante, ajo që zotrit tanë, krijuesit tanë kanë bërë tek ne dhe që kjo pjesa e elitës është vënë nga ata për të na drejtuar. Domethënë ata kanë të drejtën që kjo pakicë quheshe në gjuhën shumere i Gjigji, që e quanin në gjuhën shumere, që do thotë bikqyrësit. Këta na bikqyrin neve në evolucionin ton të inteligjencës, teknologjisë dhe gjithë shkaj. Dhe po të shikosh, gjithë shkencëtarët janë të gjithë rrezus negativ. Unë ka bërë studim të detajuar, sepse sot me anë të internetit dhe me informacione libra, mund të marrësh informacion mbi gjithë shka. Dhe kam parë që gjithë individët inteligjent të botës, duke futur dhe Einsteinin, i cili ishte zero negativ, kanë qenë gjithë me rrezus negativ. Dhe kushdo që do të bënte studim në këtë drejtim, do të arrinte në të njëjtin konkluzion, në fakte. Okej, Kisha diçka për të shtuar, ajo çka është interesante për një femër e cila është rrezus negativ dhe martohet me një person me rrezus pozitiv, shiko çfarë programi kanë dhënë elita ose ata që na kanë krijuar. Një femër me rrezus negativ, kur mbetet shtatzën nga një mashkull me rrezus pozitiv dhe fëmia është rrezus pozitiv, trupi i femrës e sulmon si të ishte një virus. Pra ata kanë ndërtuar një program genetik të femrat me rrezus negativ që ato të lindin vetëm fëmijë me rrezus negativ. Sot shkenca ka bërë të mundur një gjilpër e cila neutralizon sepse një femër me rrezus negativ, një fëmijë kur rrit një embrion me rrezus pozitiv e sulmon si të ishte një bakter. Ky është programi genetik dhe kurioziteti më i madh se kush e ka bërë këtë program genetik për të shtuar gjithmonë në botë fëmijë me rrezus negativ, që janë më super inteligjentë se rrezusi pozitiv. Dhe grupi që do vazhdoj të pushtoj botën, cili është? Ky që ne po flasim? Të gjithë individët, pa përjashtim, unë i përmenda disa individ të famshëm, janë dhe vazhdojnë të mbeten individ me rrezus negativ. Ky 15% dhe dua të shtoj dhe diçka, një kuriozitet tjetër, që popullsia më e çuditshme në botë, për sa i përket grupet të gjakut, është popullsia baske.
Në këtë zonë të Spanjës Veriore, ku është komuniteti bask, ka dy gjëra shumë interesante krahasim me gjithë popujt e tjerë. Ka nivelin më të lartë të popullsisë me rrezus negativ dhe nivelin më të lartë të popullsisë me grup gjakut zero. Gjithmonë popullsia baske është marrë në analizë për çudinë e madhe që ka kjo racë, nga vjen. Dhe pse ka një përqëndrim në jug të Francës dhe në pjesën veriore të Spanjës të gjakut me rrezus negativ. Dhe nga jugu i Francës kanë dalë koka të mëdhaja profetësh, sepse kanë dhuti ekstrasensoriale. Personat me rrezus duke futur dhe Nostradamusin. Nostradamusi ka lindur në jug të Francës. Dhe edhe ai kishte një gjak me rrezus negativ dhe këta individ çfarë kanë të veçantë nga pjesa tjetër? Midis shumë gjërave që fola për temperaturën e trupit që e kanë gjys grad ose 1 grad më poshtë se të tjerët, sepse trupi i tyre prodhon më pak nxehtësi se sa individët me rrezus pozitiv. Atëherë, e veçanta e këtyre, domethënë individëve është që këta kanë një pjesë të trurit që quhet truri reptilian. Këta e kanë pjesën e brendshme të trurit, asaj pjesa që quhet truri reptilian, më të zhvilluar se sa individet e tjerë. Kanë antena dhe sensor kozmik më të ndjeshëm se sa një individ me rrezus pozitiv. Ky është kuriozitet, unë kam dhe kuriozitetet tjera që e dallojnë shumë një individ me këtë rrezus, por që ndoshta koha nuk na i jep këto mundësira për të shpjeguar. Inteligjenca e ardhmja, rrugtimi i ynë është i përcaktuar që në ngjizje. Pikërisht, jo vetëm destini, po dhe atributet, niveli inteligjencës, profesioni dhe deri ku ne mund të arrijmë në ambicjet tona në bazë të grupeve të gjakut. Ne kot lodhemi. Jo. Ne jemi në evolim. Jo, absolutisht. Mirë, po dalin titrat, poetin, ne duhet ta mbyllim. Mirash në këtë studio me tjera tema të guximshme. Faleminderit. Me jo fjelin e kemë përfunduar transmetimin e ditës së sot me mbrëmje të bukur që jemi nesër në 4 regjistra. Mirupafshim.